Erdhi koha për të para të ftyrë të panjohur. Ishte një grua e shkëlqyer, me tipare të bukura orientale dhe lëkurë në një ngjyrë blu të hapur. Flokët e zeza të mëndafshta të ndara në qendër dhe kishte një nishan në mes të ballit. Ndjeva dashuri të madhe për të, dhe ajo për mua. Erdhi momenti kulmor. I afrova duart e mia drejt duarve të saj dhe gjithçka u zhduk. U gjenda pranë Amit, në anije. Mjekulla e bardhë ndezur tregonte se po largoheshim nga ajo botë. Tarja, oj, e kthyer përsëri tha Ami. E kuptova që gjithçka kishte ndodhur në një fraksion sekonde midis Dri dhe Tarja të fjalës dritarja që Ami tha sapo u shfaq ngjyra roz përmes xhamit. Ndjeva ankth, si dikush që zgjohet nga një ëndër shumë e bukur dhe i gjen veten përballë një realiteti të errët. Apo ishte e kundërta? Nuk mund të ishte kjo ëndër e keqe dhe tjetra një realitet? Dua të kthehem, bërtita. Ami më kishte ndarë mizorisht nga ajo duke më tërhequr me forcë, nuk ma bënte dot këtë. Nuk e kisha rekuperuar ende mendjen e zakonshme. Unë, tjetri, ishte mbi vendosur mbi identitetin tim të zakonshëm. Nga njëra anë unë isha Pierre, një djalë 9 vjeçar, por nga ana tjetër isha një qenie. Po përse tani nuk arrit ta kujtoj? Do të ketë kohë, më siguroi Ami butësisht. Do të kthehesh, por akoma... Kështu arrita të qetësohem. E kuptova që ishte e vërtet, që do të kthehesha. Më kujtua ndjenja e mos i nxitoj gjërat dhe qëndrova i qetë. Pak nga pak po kthehesha në normalitet, por nuk do të kisha qenë më i njëjti. Unë isha Pierre, por vetëm për momentin. Nga ana tjetër, unë isha më shumë se Pierre. Sa po kisha mbaruar së zbuluari një dimension të vetes time, që ishte përtej pamësime të jashtme dhe përtej kohës. Në çfarë bote isha? Në një botë që ndodhet jashtë kohës dhe hapësirës, në një dimension tjetër. Isha atje, por nuk isha i njëjti si gjithmonë, isha ai tjetri. Dëgjoj Pierre, ti ke parë të ardhmen tënde. Atë që do t'jesh kur ta kesh përfunduar evolucionin tënd deri në një kufi të caktuar, në masën 2000, pak a shumë. Kur do të jetë? E po të mungojnë disa jetë të ndryshme. Si është e mundur të shihet e ardhmja, Ami? Gjithçka është e shkruar. Novela e Zotit është shkruar tashmë. Ti ke kapërcyer disa faqe dhe ke lexuar një faqe tjetër. Kjo është e gjitha, por ishte e nevojshme. Është një stimul i vogël për të hequr dorë përfundimisht nga ideja se gjithçka përfundon kur ndalon së marrë frymë, në mënyrë që ti ta shkruash dhe të tjerët ta dinë. Po kush ishte ajo grua? Unë mendoj se ne duam njëri tjetrin, madje edhe tani. Zoti do ta vendos pranë teje shumë herë. Ndonjëherë ti do të dallosh, ndonjëherë jo. Kjo varet nga qendra jote e të kuptuarit të gjoksit. Çdo shpirt ka një plotësues unik, një gjysmë. Ajo kishte lëkurë blu. Edhe ti e kishe, vetëm se nuk u pem pasqyrë. Ami u kthye të qeshte sërish me mua. Tani e kam blu? Pash duart me shqetësim. Sigurisht që jo, dhe as ajo nuk është tani. Po ku është ajo tani? Këtej andej, tha ai me djallëzi dhe me një shprehje misterioze. Më ço tek ajo se dua ta shoh. Po si do ta njohësh? Kishte fytyrë japoneze, edhe pse nuk ja mbaj mend tiparet e saj, kishte një nishan në ball. Po të thash që nuk është kështu tani që shi Ami. Tani ajo është një fëmijë normal. Ti e nje? E di ti se kush është? Ndoshta, por mos u nxito Pierre. Kujto se durimi është shkenca e paqes së brendshme, duke mos dashur të hap një dhuratë papritur para kohe. Jeta do të udhëheq. Zoti qëndron pas çdo ngjarjeje. Si do ta njoh atë? Jo vetëm me mendjen ose llogaritjen, jo me paragjykimet, as me imagjinatën, vetëm me zemrën tënde që punon në harmoni të përsosur me inteligjencën tënde, pra me dashuri mençurinë tënde. Por si? Vëzhgoj gjithmonë, veçanërisht kur të njohësh dikë që të intereson. Por mos e ngatro të brendshmen me të jashtmen, mos e ngatro idetë e mendjes tënde, as dëshirat, as fantazitë tua me atë që ndjen zemra jote dhe me atë që thot inteligjenca. Ka mbetur pak kohë përpara, gjysha jote është gati të zgjohet, ne duhet kthehemi. Kur do të kthehesh?
shkruaj librin, pastaj do të kthehem. A ta shkruaj për vajzën japoneze? Shkruaj gjithçka, por mos haro të thuaj se është një prallë.